الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë edhe vetëm prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, duat gjithherë i dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, tema e kaluar ishte shkaqet që neve në bëjnë që të jemi sa më vëllezër, të jemi sa më shok të mirë në shoqëri. Kurse tema e sotme është shkaqet që e dobësojnë apo e largojnë vëllezërinë tonë, shoqërinë tonë në mes nesh. Prej shkaqeve që e largojnë shoqërinë tonë apo e dobësojnë vëllezërinë tonë në mes nesh është kur niyeti, qëllimi nuk është i mirë në shoqëri. Kur niyeti, qëllimi është i përzier me interesat e dunjas, me një vëlla që e ke shok. Shikone se çfarë don të thot nëse dikan e don për hir të Allahut Dhul Xhelal, çka fiton. Thot Muhamedi alayhis salam, një ditë një besimtar, një njeri u nis me shkue me vizitue shokun e tij ku e kishte në një fshat apo në një vend. Dhe Allah Azza wa Jall po e sheh, dhe Allah Azza wa Jall sheh çdo sen dhe di çdo sen. Dhe para se më arritaj të shoku i tij, Allah Azza wa Jall ja dërgoi një melaçe. Edhe meleku apo melaçja e nali këtë njeri dhe i tha, ku po shkon? Tha, po shkoj tek vëllai im, shoku im që on e du. Mos ke tha diçka interes pitina që je të shkue, thot jo, vetëm që e du për hir të Allahut Dhul Xhelal pa interes. E on thot, po tregoj se jam melaçe që Allah Azza wa Jall më ka dërgue me tregu ti që Allah Azza wa Jall ti e të don për shkak se ti e don ata për hir të Allahut. Dhe s'ka më kënaqësi se me arrit dashurinë e Allahut Dhul Xhelal. Kur da don Allahu, s'ka mundësi na mos më kon mirë, nuk ka mundësi na mos më kon rahat, nuk ka mundësi na mos më pas kënaqësi. Po ata nëse e viziton një shoktanin edhe kënaqesh me ta, kënaqet shpirti, zemra që të sot, kjo don të thot që e don për hir të Allahut. Pse? Se Allahu ati ka zbrit mëshirë, ka zbrit rahmet. Edhe Allah Azza wa Jall i don për shkak se don për hir të tina. Edhe mbane men, çdo sen, çdo shoqëri, çdo vëllazëri që e kanë për hir të Allahut ka vazhdu. Ka vazhdu dhe nuk është ndërprej asnjëherë. Kurse ajo vëllazëri, shoqëri që nuk e kanë për hir të Allahut është ndërprej dhe nuk kanë lidhje. Pse? Se nuk janë dashur për hir të Allahut Dhul Xhelal. Kjo pra shkaku i parë që neve na bën edhe na dobëson në shoqërinë tonë, vëllazërinë tonë, kur dashuria jon përzihet me niyetin e dunjas, përzihet me niyetin e interesit, Allahu na përmirësot. 2. Apo shkaku i tjetër që e dobëson shoqërinë, vëllazërinë në mesin e njerëzve, e shoqërisë, është gjunohet. Pra manë men
çdo problem që neve na ndodh në jetë, duke fillu prej vetvetes tonë, prej familjes tonë, shoqërisë tonë, e kështu me radhë, krejt janë si shkaki i gjunaheve, i mëkateve që i bajna. Për atë parë tonë sa bukur, çka thonë? Dhe nëse je takue me shokët e tu, që janë njerëz të mirë, janë besimtar të mirë, janë të sinqertë, dhe ti në atë takim nuk ki ndije knatësi, s'ki ndije rahati, mesin e tënve, thë dije se ki bani gjuna, ki bani mëkat që duesh mi u pendua Allahu dhul gjelal, e kundër ta, dhe nësi je taku me ta, edhe ki ndije rahati, ki ndije knatësi e knaqë, kjo dënë të thë që elhamdulillah ki bo pun të mira dhe falendrej Allahun dhul gjelal për këtë. Pra një prej shkaqeve që i ndan shokët, i ndan vëllezërit në mes tyre janë gjunahet, janë mëkatët që neve na shkatërrojnë edhe na prishin, Allah na fal të gjithëve. Shkaku tjetër që e prish vllazërin tonë në mes nesh ashtën kooperacia. Kur Allah Azza wa Jall dikan e ka shpëtuar nga kooperacia, e ka shpëtuar nga çdo sen. Dëgjoni se çka thot Muhamedi alayhi salam. Ittaqu shuh, thot o ju njerëz, keni kujdes kooperacin. Për shkak thot se kooperacia i ka shkatërrua, i ka prish ato që kanë qenë para jush. Atë shumë që i ka prish edhe i ka shkatërrua, sa që i ka bo që edhe gjaqet mider në mes tyre. Po ashtu të ti ka bo që edhe ato që Allah Azza wa Jall i ka ndalu, i ka bohe halal. Për shkak të kooperacis. Pra njeri, për shkak të kooperacis ka mundësi edhe me dhërat dikan, edhe me mbyt dikan, edhe me boha që Allah Azza wa Jall e ka bo të ndalu me e ban halal. Allah në ruajt. E leje mo i dhnue, mu prishe, mi bo hile, e mi bo mashtrime. Pra, keni kujdes, thot prej kooperacis. E lexojsha një rast shumë interesant një dietar, o kon qabe, te bo tavafin. Tavafin duke ec rreth qabës. Edhe e ban vetëm në lutje. Allah me qini shoh, Allah me qini shoh. Çka do të thonë? O Allah më ruaj nga kooperacia. O Allah më ruaj nga kooperacia. Edhe pranishmit po e shohin dietari, njohër i madh, edhe po i thënë vetëm këtë lutje po e ban. Pse? A dini tha pse? Nëse Allahu thot të ka shpëtuar nga kooperacia, dije se të ka shpëtuar nga çdo sen. Pra, nëse Allah Azza wa Jall ka bo që me kanë zemër gjërë, nuk je kooperac, alhamdulillah, të ka bo hajr që ke shumë të mira. Amo nëse në vetë vetën tonë kena kooperaci, kjo është shumë e ranë edhe shumë e keqe, sa që na ban edhe mu vëra me dedh gjaqe në mes veti. E leje mu idhnue e mu prish, Allahu në ruajt. Pre shkaqeve tjera që Allah Azza wa Jall e ka përmend dhe dietarët dhe Muhamedi alayhis salam, është që mos me teprue edhe në dashuri ndaj shokit që e ki. Po ashtu edhe mos me urrejt, ma atë urrejtje teprume. Omeri, Allah qoftë i kënaqur me ta, një ditë e këshillon djalin e tij që ka pas emrin Eslam. Thot ja Eslam, thot o djali im Eslam. Thot dashurin tane ndaj dikuj mos e ban shumë të rëndë. Mos e ban shumë të rëndume. Po ashtu thot edhe urrejtjen mos e ban shkatërim për ta. E qysh thot? Qefët. Në dashurin ndaj dikujt mos e ban sikur se ai fëmijë i vogël, kur kapet për diçka e ki pa, s'largohet. Mos u ban thot kështu se nuk ban. Po ashtu thot mos u ban edhe me urrej dikan sa që don me shkatërrue. Pse? Ka thot Ali, Allah qoftë i kënaqur me ta, thot doje të dashurin tan, vllajin tan me një mas të caktuar. Mesatar. Se ka mundësi që nesër ai më bo kundërshtarit, urrejtësit,
po ashtu thot edhe ata që urrejnë, thot urrejnë me një mas të caktume, mos e të pra, se ka mundësi që nesër më konë miku jëtë, ka mundësi më konë shoqi ytë, pra kujdes, mos e të prani në dashurin dhe njëni tjetrit, po ashtu as mos e të prani duke urrejt njëni tjetrin, gjdo sen është mesatare. Feja Islam është mesatare dhe na jemi mesatar edhe në dashuri ndaj atij shoku që dojmë, po ashtu thot edhe nëse dika është për me urrejt, t'jemi të kujdesshëm, t'jemi mesatar, se ka mundësi që nesër më konë shoku jëtë, miku jëtë, Allah na përmësof të gjithëve. Prej shkaqeve tjera që e dobësojnë dhe e prishin shoqërinë tonë, janë edhe vizita të shumta pa synime, pa qëllime. Vizita të shumta që s'kan vizion, s'kan qëllim, s'kan një jetë mirë. Dëgjoni se çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot keni kujdes kur takonin mes veti. Thot se nëse jeni takun mes veti dhe nuk e keni përmend Allahun Dhul Xhelal, thot keni mungrit prej atij veni sikur se mungrit prej një gomari të ngordhur. Apo në ditë kiametit ka me qenë mjerim për juve që jeni takun mes veti se keni përmen Allahun Dhul Xhelal. Pra thot në një takim që ju takoni edhe nuk e përmendni Allahun Azza wa Jall dhe kështu e përfundoni, se t'jeni ngrit prej atit sikur se pran një gomari të ngordhur dhe në ditë kiametit ka me qenë mjerim për juve edhe keni mira pishman sepse se kena përmen Allahun Dhul Xhelal. Pra gjithher takimet kur të jenë tonat të jenë me vizion, të jenë me sinim, të jenë me qëllime të mira, jo vetëm takime humbje të kohës apo që nuk kanë jetë, nuk kanë qëllime të mira. Allah na përmirësoft të gjithëve. Po ashtu prej shkaqeve që e prish dhe shoqërim dhe azrin ton është që mos me bo shumë shaka, mos me të pru në hajgare që shë përdormi na këtë shembullin ton. Thot Muhamedi a.s. thot la tukthiru dhahik, mos e shpeshtoni thot të qeshurin shumë, mos bani shaka shumë, për shkak thot se shakaja e tepërt e ban që me vdek zemra, vdes zemra nga përmenja Allahu Dhul Xhelal. Po ka raste kur Muhamedi a.s. ka nejt me shok të vete dhe ka qesh, sa që ju kanë po edhe dhe mballat, mirë po nuk ka qenë kështu i vazhdueshëm, nuk ka qenë kështu i tepruar vazhdimisht, ban që edhe na në disa raste me qesh, margëtu, amo jo vetëm nejen ton, vizitën ton, vetëm hajgare, vetëm shaka, se kjo nuk ban e vdes zemrën ton nga përmendja Allahut Dhul Xhelal. Po ashtu, nga shkaqe tjera që e prish shoqërinë edhe vllazërinë ton, ashtën edhe polemika, grindja, debatet në mes nesh. Çka thot Khalid ibn Yazid ibn Muawiya al-Amawi, Allahu e mëshiroft. Thot kur njeriu të jetë duke polemizue, kur të jetë duke debatue, edhe është kokfort në debatin e tij, edhe është i mahnitur në vetveten e tij, thë dije se në këtë rast vetëm është plotësue shkatërimi i tij. Pra kujdes, thët ai i cili është duke polemizu, duke debatue, edhe është kokfort në debatin e tij, i mahnitur me vetveten e tij, që i ka i vetja në hoj, duke thonë se vetëm unë e di, thë dije se në këtë rast është plotësue shkatërimi i tij edhe humbja e tij. Allahu na ruaj dhe kështu na këshillon që të jemi të kujdesshëm. Hasan al-Basri çka na këshillon, një prej dietarëve që ka qenë i njohur i Islamit, thot iyakum wal mira, thot keni kujdes prej grindjes, prej debatimi që shkakton grindje, shkakton përçarje,
që s'ka dobi në ta, për shkak thot se kjo është kohë që e humb, bëhesh ignorant në atë kohë, edhe nëse je dietar, dhe kështu thot dëshiron shejtani që me devijue. Por ata me disa njerëzi nuk ja vlen me debatu, sidomos kur je dietar, kur je njëri i mençur, kur ke urtësi, sikur se shpesh i shohim disa debate, disa pseudo analisa na kanë dalë, s'ja vlen me dalë me ta, s'ja vlen se është vetëm humbje e kohës, ajo të ban ignorant me net me ta, nuk duhet me dalë. Pse që ashtu ka dëshirë shejtani edhe me devijue me ra nivelin e tinve, Allah na përmirësoft. Bile as nuk ka nevojë as me këshirë, sa është vetëm humbje e kohës. Allah na përmirësoft. Po ashtu, për shkaqeve tjera që na ban neve me dobësue edhe me prish shoqërinë tonë është kur dikush dëshiron vetëm me ndihmu veten e tij. Nuk i intereson e armja që është e dobishme apo e damshme. Ja, ai don vetëm veten e tij me ndihmue. Kjo nuk ban. Nuk është prej edukatës, nuk është prej etikës së vllazërisë në mes veti. Edhe nëse din, edhe nëse ke mundësi që me dalë fitimtar. Një rast shumë interesant, Muavija, Allah qoftë i kënaqur me ta, ka qenë prej shokëve të Muhamedit alayhis salam. Ishte duke nejt me parinë e tij, me shokët e tij dhe për ju thot folni, çka keni me fol? Abdullah ibn Omeri thot dashta me fol, mirë po nuk fola. Edhe pasi që takohet me shokin e tij, thot dashta mi thon kështu, që kisha shumë argumente diçka me kundërshtu, dhe unë me dal fitimtar, mirë po mendova ajo që është më e dobishme për në të ardhmen. Edhe pata frikë se nëse foli, do të kishte ardhur deri përçarja edhe derdhja e gjaqeve. Për këtë arsye thot heshta. Edhe pse kisha shumë argument me fol, dhe kisha argument bindës shone me dal fitimtar, mirë po duke pa e ardhmja çka mundet me ndodh, thot ma mirë zgjedha që one me hesht, edhe nëse ku meritue që one në këtë rast me dal fitimtar para Muavijës, Allah qoftë i kënaqur me të gjithë. Po ashtu dhe fundit që e ban dhe e dobëson e prish shoqërinë tonë është mos mi të i kalu kufit në lavdata ndaj shokit tanë. Pra, lavdroje atë që e ka, mos e të pro, se kjo nuk është e preferueshme. Kështu nuk ka vepru Muhamedi s.a.s. Bile i ka qërtu ata të cilët e lavdrojnë dikan, se ka mundësi mi bo dam. Pra dhe nëse e din që shokit tanë, lavit tanë, lavdata që ja ban i ban dam vetë vetën e ti, ma mirë mos ja përmen lavdatën, ma mirë mos e lavdro. Po edhe nëse është ajo që për me lavdrue, atëherë përmendja dhe lavdroje ashtu qyshe ka, atë lavdat qyshe meriton, dhe mos e të pra se nuk ban me të prue, pra thash na jena umet mesatar. Gjdo sen, në gjdo sen, pra duhet të jemi mesatar. Allah na përmirësoft të gjithve, Allah na fal të gjithve dhe gjithë her inshallah, shoqërin ton, vllazërin ton, vetëm e forcon dhe nuk na përçon edhe nuk na ndon. E kuli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.